Një grup banor të fshatit Strimni sot kanë filluar me bekatonimin e rrugës në fshatin Falisht. Kjo rrugë është lidhse në mes këtyre fshatrave me Tetovën. Kjo është një iniciativë nga vetë qytetarët e Strimnicës, sepse këtu kriju një situatë e pa kalueshme, një situatë e pa durueshme, ashtu që ishin gropa të thella, mlidhesh i ujë, edhe katundarë shprehën dëshirë që këtë ta rregullojmë. Kjo pse po bëhet me begatona, shtrohet pyetja nga shumë njerëz. Kjo bëhet për arsye se na kanë premtuar se kjo një ditë kjo rrugë do të asfaltohet. Ne nuk i kemi humbur shpresat se do të asfaltohet kjo, por ne nuk mundshim që të presim dhe të durojmë, sepse me vite të tëra po na është është thonë se do të bëhet kjo rrugë, por nuk është bën, edhe vetë qytetarët shprehen nga dëshmëri, shprehen vullnetin e tyre që ne këtë të ndërtojmë vetë, kështu me begatona, pasi që presim me vite se do të bëjnë diçka, por askush deri tash nuk ka marrë asgjë. Banorët janë shprehur se gjatë kohë kanë pritur nga politikanët që ta rregullojnë rrugën, por deri më tash askush nuk ka treguar interesim.